Mendoj të çoj Rozanën, Laertin. Kam dy persona në mendje. Nuk e di a mund t'i them të dy apo jo. Duhet të thuash vetëm një. Pra, 3 në total, the Rozanën dhe Laertin, kush është i tretëri? Amber. Aman me shketa ti sa fyq ku tregove. Oh, sa e dobë tu tregove. Shumë e dobë tu tregove. Për çfarë arsye për shembull e çon për efekt loje, them, për emocion të lojës. Qa Ambri, ne dim shumë bukur, e dim madhe i vogël që sonde del Ambri. Pse kujton ti se del Laerti para Ambrit apo del Rozana para Ambrit, po s'ka shans. Po harroje, nuk ka shans. Një lojë e bukur, një lojë e fortë, tamam, qëllimi dhe një lojtari tamam të fortë për atë format. Ço, Gest, Laert, Rozana, kishe nxjerr Laertin. Se normale që nëse është televotimi aty, unë sinqerisht e them me gjithë shpirtin, pavarësisht nuk ka pëlqyer me sjelljen me Eglin Gjesti, isha bërë gati për vota për Gjestin, nëse është që kë doni të shpëtoni, apo nëse do të ishte kë doni të largoni, do votoja normal, do votoja Rozan, jo Laertin, por nëse është kë doni të shpëtoni, do votoja Gjestin nëse do të ishte televotim. Por fakti që kam dy arsye të mia që për çfarë nuk e çoj Gjestin në televotim Gerta. Si mori Prime Soçën për shembull që kishte, se më ka dalë kjo çafta këtu. Si mori Prime Soçën për shembull pati një debat të madh, po thuaj se pjesa e parë dhe gjysma e pjesës së dytë u fokusua më shumë te Gerta dhe te Gjesti, se çfarë mendimi kishin për ikjen e Eglit, e gjitha me radhë, loja te dollapi e më thërë tash. Si mori rrjedhoi Prime Soçën, mendoj që Gerta nuk e dërgoi Gjestin në televotim, lëre atë se u tregua pak delirante Gerta kur tha jo po e kalova fazën e parë me zarfin e zi, prandaj se çova Gjestin bla 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 bla, që s'ka lidhje fare, këtu e futi për skot, po pjesa pika e parë që ai nuk e ka kthyer, nuk donte ta çonte Gjestin televotim sonte, ishte që nuk donte të tregosh hakmarrse, ç'është e vërteta, ç'a mendoj unë, ndërsa e dyta ose kjo është një lloj karremi që Gjestin ajo ta marr mas vete dhe Gjestin ndoshta ajo ta tërheqi apo Gjesti t'ia ndryshoj mendimin që ka Gjesti për Gertën. Këto janë ato dy arsye, domethënë dhe arsye tjetër më çon në ndje fare. Ata arsye që tha jo e po provova me zarf një kompot e hedh poshtë në grop hale se nuk ka lidhje fare me këtë pjesë. Po që do të ishte një televotim jashtëzakonisht super i fortë, po super i fortë. Për efekt loje, them, pa pasur as antipatia, as simpatia, as për asgjë, pavarësisht se kë pëlqej, kë s'pëlqej, për efekt loje, për emocion loje, duhet të ishte sa bukur Rozana, Laert dhe Gjesti. Ai çam i pak.